CFO Pharma, një nga kompanitë më të mëdha farmaceutike në vend, e zotëruar nga biznesmeni Nadir Çausholli, është sulmuar me breshëri Kallashnikovi. Ishte ora 2 e mëngjesit e 18 marsit, kur dy persona kanë kaluar me një automjet dhe në ecje sipër kanë qelluar në drejtim të godinës së CFO Pharma. Plumbat janë fokusuar në pjesën e sipërme të fasadës dhe pavarësisht breshërisë nuk ka pasur persona të lënduar. Autoritetet ndërkohë janë njoftuar 6 orë me vonesë në orën 8:10 të mëngjesit, kur pranë kompanisë kanë bërritur anëtarët e stafit dhe kanë parë shenjat e plumbave në fasadë. Sipas asaj që raportohet, roja i cili ka qenë gjatë natës në kabinën e tij nuk e ka kuptuar breshërinë e plumbave, ndaj nuk ka njoftuar askënd. Por kush janë autorët e sulmit? Kamerat kanë pikasur dy persona, të cilët janë larguar në drejtim të Kasharit pas sulmit, por ende nuk janë identifikuar. Nga ana tjetër, vetë biznesmeni Çausholli ka deklaruar se nuk e ka iden se kush mund të fshihet pas këtij sulmi, pasi nuk ka konflikte me askënd. Autoritetet i kanë fokusuar hetimet në dy pista, konkurenca dhe konfliktet e mundshme të biznesmenit Çausholli. Gazetari Artan Hoxha ka përfshirë edhe emrin e një tjetër personi në këtë çështje. Sipas Hoxhës, dyshohet dhe është hetuar më herët se pjesa e aksioneve të CFO Pharma ka qenë edhe Ervis Martinaj, ish bosi i lojrave të fatit që rezulton i zhdukur që në gusht të vitit 2022. Edhe vetë biznesmeni Nadir Çausholli nuk është një emër i panjohur. Në vitin 2015 ai u vu në pranga pasi akuzohej se kishte arritur të përfitonte nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme përmes kompanisë së tij Omega Pharma. Pas arrestimit të tij, kompania ndërroi emër nga Omega Pharma në CFO Pharma dhe kaloi në drejtim të babait të Nadir Çaushollit. Brenda 2 vitesh, kompania CFO Pharma arriti të konsolidojë pozitën e saj në tregun farmaceutik dhe në vitin 2017 u shpall biznesi i vitit nga Bashkia Tiranë dhe Dhoma e Tregtisë. Më pas, gjykata e Apelit Tiranë e shpalli biznesmenin të pafajshëm dhe Nadir Çausholli u rikthye në krye të kompanisë së themeluar prej vet atij. Në fund të vitit 2021, CFO Pharma bleu aksionet e kompanisë Gerarda, e cila zotëronte licencën e linjës autobusëve të Kasharit. Por në fund të vitit 2024, Agjencia e Prokurimit Publik e ndaloi kompaninë CFO Pharma që të merrte pjesë në tendera publik për një periudhë 6 mujore për shkak të keq informimit të dy institucioneve kontraktuese në procedurat tenderimi. Vendimi u mor bazuar në informacionin e përcjell nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, i cili e kishte gjobitur me 200.000 lekë kompaninë në fjalë. Edhe pse ishte gjobitur, kompania e Çaushollit e kishte fshehur këtë penalitet dhe kishte dorëzuar dokumentat në mënyrë që të vijonte të merrte tendera. Kur në fakt ligji e parashikon se kompanitë e gjobitura për shkak të shkeljes së ligjit të punësimit ndalohen të marrin pjesë në tendera publik. Të njëjtin vendim, Agjencia e Prokurimit Publik e mori edhe për kompaninë tjetër të Çaushollit, Green Line. Por të gjitha këto masa nuk e ndaluan kompaninë CFO Pharma që të marrë nga Këshilli i Rregullimit të Territorit një lejë ndërtimi në fushën e agropulltarisë ose e njohur ndryshe si agroturizmi. I gjithë ky historik i biznesmenit Çausholli, bashkëpunëtorët e tij në biznes, kamerat e sigurisë që kanë filmuar ngjarjen, mund të zbardhin sulmin e 18 marsit.